Tyre para me kompaninë ose ndërmarrjen publike pastrimi qytetit Prishtinës. Sa i përket shkollës ose qendrës, apo më përmirëson pak se gabova? Këtu në afërsi kemi, domethënë, qerdhën e fëmijëve. Këtu është çdo ditë lëvizin fëmijët me nënat e tyre, me prindët e tyre, edhe këto infekcione mund të barten edhe në qerdhe. Për ata edhe është problem shumë i madh që institucionet nuk i shohin këto probleme dhe nuk ballafaqohen që menjanohen edhe të jetë një ambient i sigurt, i qetë, i përkrahun, sepse me vetë faktin që banorët jetojnë këtu edhe cilësia e jetesës ndryshon, për shkak të neglizhencës pushtetit komunal. Këtu bazë kryesore dhe fajtor kryesor është në komuna Prishtinës, me drejtorinë shërbime publike, si dhe me kompaninë rajonale, kompaninë komunale, ndërmarrjen publike komunale pastrimi.